Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, selamet dhe selavatet qofshin për më të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun e lartësuar të na shtoj dije të dobishme dhe të na bëjë dobi nga kjo çfarë po mësojmë. Jemi duke shpjeguar saktësisht kapitujt e besimit dhe kemi arritur tek besimi në profetet e Allahut të lartësuar dhe kemi treguar në ligjëratën e kaluar se çka i bie ose çka nënkupton besimi në profetet e Allahut të lartësuar. Dhe kemi tregu ato se si duhet t'i besojmë, po ashtu si çfarë obligohemi ne karshi profetëve, saktësisht ndaj profetit ton të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi tregu që Allahu i lartësuar profetet i ka tregu sikur përgëzues dhe qortues. Me një fjalë, mi përgëzu për ata të cilët i binden Allahut dhe i binden të dërguarit të tij se çfarë shpërblimi marrin në ahiret, po edhe çfarë jete të mirë, për fryteve të asaj jete të mirë i korrin ose shfrytëzojnë jetën e mirë në jetën e kësaj bote. Në anën tjetër si qortues apo paralajmërues se nëse nuk e besojnë Allahun, nëse nuk i binden të dërguarve, se çfarë kërcënimi ose çfarë dënimi i pret ata në ditën e gjykimit në ahiret. Allahu i lartësuar thotë: "Wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundhirin." Të dërguarit i dërgojmë vetëm sikur përgëzues dhe paralajmërues. Pra përgëzues për xhenetet, për ata shka i pret shka ka përgatitur Allahu i lartësuar për besimtarët, dhe njëkohësisht si paralajmërues ndaj një ndëshkimi të dhëmshëm, një dënimi të ashpër për ata të cilët i rebelohen Allahut të lartësuar. Pastaj kemi treguar në lidhje me të dërguarit e Allahut të lartësuar që besimtari karshi profetëve nuk ka mundësi me përzgjedhje në aspektin që disa mi besu e disa mi mohu, mirë po të gjithë duhet t'i besoj dhe në mënyrën që pejgamberi, në mënyrën që Allah i lartësuar kërkon nga ne që t'i besojmë dhe jo t'i ngrisim më shumë se sa që i ka ngrit Allah i lartësuar, po ata janë njerëz nga bijtë e Ademit me të cilëve ju zbret shpallja e Allahut të lartësuar dhe atë shpallje e kanë përcjell tek njerëzit, ja u kanë kumtu atë mesazh njerëzve. Gjithashtu duhet të besojmë në lidhje me profetët që ata janë krijesat më të përsosura, sa i përket dijes, sa i përket veprave, sa i përket moraleve. Profetët janë njerëzit më të përsosur nga se Allahu i lartësuar përzgjedhja e tij është në bazë të dijes së tij absolute dhe urtësisë së tij të përkryer. Pra, përzgjedhja e Allahut të lartësuar në mesin e profetëve i përzgjedh ata krijesa, ata njerëz që janë më të mirë për kohën e tyre dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është i dërguar si pejgamber tek të gjithë njerëzimi dhe për njerëzit dhe për xhenet. Dhe çka veçohen këta të dërguar? Veçohen me dijen më të mirë, me veprat më të mira dhe me moralet më të larta. Gjithashtu çfarë duhet të theksojmë në lidhje me profetët është që ta të dërguar, këta profet janë njerëz. Pra hajnë, pijnë, flejnë, jetojnë ditën, po ashtu martohen, smuhen, i kap uria, i kap etja, janë sikur se njerëzit. Dhe kjo për mi thy atë tabun ose mi thy atë pretendimin të devijuarve që pretendojnë cilësi hyjnore për evlijat e tyre. Cilësi hyjnore për evlijat e tyre, që nuk smuhen, që kanë ndikim, kanë aftësi hyjnore, e majnë vendin, veten ata se shka me ndodh, e kështu me radhë këto shirkiatet e cilet janë të përhapura, kjo rënohet nëse një i dërguar është njëri dhe çdo gjë që ndodh me lejen e Allahut dhe e përcjell vetëm shpalljen e Allahut të lartësuar, atëherë njerëzit nën ta është më primare që me qenë edhe ata njerëz të cilët janë të paaft, janë të dobët, nuk kanë mundësi mi u plotësu dëshirat apo nevojat njerëzve. Dhe këtu e shohim që Allah i lartësuar na edukon neve se si të trajtojmë njerëzit duke e pas parasysh se kanë dhe kemi për të dërguar. Thot Allah i lartësuar: "Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Pejgamberi Muhamedi nuk është diçka tjetër përveç se një i dërguar. As nuk ka pretendu që ka aftësi hyjnore ose veprime që i takojnë vetëm Allahut të lartësuar. Është vetëm i dërguar. Han, pin, flan, shat, blen, njëri i thjesht. Mirë po, veçëria e tij është që shpallja ju ka zrit shpallja. Dhe tham në ligjratën e kaluar që profecia është përmbyll dhe
profecia, nëse të gjitha gradat mundesh mi arrit me shkatësitë tuaja, me aftësitë tuaja, me përpjekjet tuaja, pejgamberia nuk arrihet, po është përzgjedhje prej Allahut të lartësuar. Edhe Allahu thotë: "Efa immate au qutila", e nëse vdes apo vritet, domethënë këtu kuptojmë që ka pejgamber që janë vrarë pa të drejtë. Ka pejgamber të cilët ne i ka përcjell Kurani dhe Suneti, të cilët janë vrarë. Nëse vdes apo vritet, a keni mi kthy shpinën Allahut të lartësuar? Wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadur Allah shay'a. Kush ja kthen shpinën Allahut, kush zbrapset nga besimi në Allahun e lartësuar, nuk i bën dëm Allahut të lartësuar, se yajzillahu shakirin, ndërsa Allahu i lartësuar do t'i shpërblej mirënjohësit. Pra, me një fjalë, pejgamberët janë njerëz të zakonshëm, të rëndomt në aspektin e atributeve që njerëzit mujnë mja unë vesh. Pra na nuk i ngrisim pejgamberët e lemo të tjerët, kur do qofshin ata, çfarë dietar qofshin, çfarë do adhurues të mëdhej qofshin, evlija të dashur të Allahut të lartësuar, nuk i ngrisim më shumë se sa që jo ka caktu Allahu i lartësuar pozitat e tyre. Po ashtu në lidhje me këtë çështje, Allahu i lartësuar thotë: "Kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah." I thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Thuaju që unë nuk posedoj për veten time as dëm as dobi. As dëm as dobi. Përveç asaj çfarë Allahu i lartësuar do. Wala kunta alimul ghaib", sikur vetëm ta dija të fshehtën, nëse dikush pretendon që e din të fshehtën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu po i thotë që më thon, sikur ta dija të fshehtën, lastakthartu min al-khair, kisha mirëtu të mirat për veti. Sa ai që e din të ardhmen, e din çush më apo çush shka me investu, qysh me ble, shka me shit, edhe kish mishtu ndoshta pasurinë, ose kish murujt për ndonjë rrezik, sikur vetëm ta dinte të ghaibin, ta dinte të fshehtën. Dhe Allah i lartësuar po e qorton, një farforme po e qorton njerëzit, duke e përcjell këtë mesazh, këtë ajet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më ia thon njerëzve, dhe këtu njerëz të mequr, nëse një pejgamber i përgjithër i Allahut, i garantuar me mbrojtje prej Allahut të lartësuar, pa gabime, i njohur për sinqeritet, për vërtetësi, po e thot këtë deklarat, atëherë të tjerët nën të, që njerëzit, sikur ne që jemi me vite larg pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është edhe më normale që mos mi pas to aftësi të cilët njerëzit pretendojnë, që e dinë fshehtën apo që kanë ndikim te filoni, te fisteku e kështu me radhë. Pastaj Allah i lartësuar thot: "In ana illa nadhir wa bashir liqaumin yu'minun." Unë nuk jam diçka tjetër përveç se një paralajmërues. Nadhir si një paralajmërues, wa bashir, dhe përgëzues për një popull, liqaumin yu'minun, për një popull që beson. Përgëzues për një popull që beson. Dhe këtu e shohim vllazën besimin ton që duhet ta kemi ndaj profetëve. Duhet ta kemi një besim të ndërtuar mbi argumente nga Kurani dhe nga Suneti, dhe ta kemi besimin e qartë që Allah i lartësuar është kana mi ndjekit begati që Allah i lartësuar na ka privilegjuar neve që mi pas parasysh mos me besu në pralla, mos me besu në filozofina që filon njëri nashta është i vdekur në varr, ka mundësi me pas ndikim më të cilë ty dobi apo me shkaktu dëm. Dhe këtu e shohim se njerëzit për shkak mungesës besimit të drejtë, ata lidhen me shkaqe, lidhen me krijesat e Allahut të lartësuar që as gjallë nuk janë, lidhen edhe kërkojnë bereqet, kërkojnë, i bojnë ato shkeljet të tauhidit, të rona që ka mundësi që e nxjerr njërin nga feja. Pra shohim që besimi në profetët, besimi i drejtë në profetët e mbron besimtarin dhe t'jetë i lirë, t'jetë rob vetëm i Allahut të lartësuar dhe të mos jetë rob i krijesave të tjera, siç mundim me pa dikush që i përkulet njërit, ja puth durt, sikurse i bie në ruku apo thuaj se gata edhe në sejdë, tek e fundit ajo është një njeri që han pen, i kryen nevojat fiziologjike, flan, ngritet prej gjumit, është njeri sikur se ti. Qysh ka mundësi me pas aftësi ose hyjnore që i atribohen, ose qysh ka mundësi dikush me mend kry, mi konsideru ata me një grad më të lartë se sa njerëzit e zakonshëm. Po, ne i respektojmë dietarët, po ne i respektojmë adhuruesit të mëdhtë të Allahut. Mirë po jo, mi respektu ose mi ngrit më shumë se sa që i ka ngrit Allahu i lartësuar. Dhe këtu kjo është si rezultat i mungesës së besimit të drejtë në Allahun e lartësuar, pastaj mungesa e drejtë në besimin në profetët. Nëse e kuptojmë në besimin se çu duhet mi pas në profetët, pastaj njerëzit e tjerë i trajtojmë sikurse njerëz të zakonshëm, ndërkohë që Allahu i lartësuar po na edukon dhe po na mëson që pejgamberët janë njerëz të thjeshtë. Mirë po, Allahu i lartësuar i ka përzgjedh nga njerëzit më të mirë, me moralet më të mira të përkryera, me dije dhe me veprat më të mira dhe i ka mbrojt
e kanë pasat el-isme, siguria ose mbrojtja, që as nuk rrahin, as nuk tradhtojnë, as nuk njihen për gjunahe të mëdha, dhe po ashtu nuk e kanë lënë mangu kumtimin e mesazhit. E kanë çuar deri në fund. Edhe kanë përcjell mesazhin në mënyrën më të përsosur, siç kemi thonë në ligjëratën e kaluar, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lamtumirës, në ditën e Arafatit, kur Allahu i lartësuar ia zbret ajetin e plotësimit të fejes, çfarë thot pejgamberi? Allahumma fashhad, o Allah dëshmo. Dhe zbret ai ajet. Domethënë e ka kumtuar me 23 vite, mas 23 vitje xhihad, përpjekje, mundime, lëndime, ka humbë të dashurit e vet në këtë rrugë për mi përcjell mesazhin. Në fund Allahu i lartësuar ka garantuar që e ka përmbyll mesazhin në mënyrën më të përkryer, dhe kështu kanë qenë edhe pejgamberët para Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë veçohen tjetër pejgamberët? Pejgamberët, Allahu i lartësuar, kur i ka dërguar tek popujt e tyre, i ka veçuar me një çështje tjetër. Ju ka jap disa shenja. Më së miri është që të kerameteve ose el-mu'jiza, mu'jizateve që i thuhet, mrekullive, që i thuhet shenja. Këto janë si shenja ayat. Ayat janë fizike, po edhe kuptimore. Sa i përket çështjeve fizike, do t'i përmendim disa prej tyre, është si shenja ndihmëse prej Allahut të lartësuar, jo të zakonshme, që thyen rregullat ligjet e Allahut, për mi bind popujt e tyre se unë jam i përzgjedhur i Allahut, jam i dërguar i Allahut, andaj besoni. Ka prej popujve që u kanë kërku pejgamberëve të tyre, që t'ja u sjellin disa prej shenjave, disa prej mrekullive, mirë po, kërkesa e popullit që Allah i lartësuar t'ja zbret një shenjë, një mrekulli, që ata të besojnë, është shumë e rrezikshme. Se nëse s'beson, pason dënimi. Domethënë kur ta lyp mrekullien, edhe e shet çat mrekulli me sytë e tu, nëse nuk e beson, atëherë zbret dënimi. Kjo ka qenë edhe tek popujt e mëparshëm, te Saliku për shembull kur ka ardhur devja, apo ata kanë therr devën, vetë kanë lyp, pastaj e kanë therr, ju ka zbrit dënimi. Po ashtu kemi Isa alayhis salam, kur i thot Hawarionëve, i thot kujdesuni, çka jeni ka lypni, se po mos më besu mirë për juve, në zbritjen e sofrës me ushqim mbi të, kur e kanë kërku. Domethënë ideja e mrekullive është si mbështetje e misionit të pejgamberëve. Edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka pas disa prej mrekullive të cilat do t'i përmendim. Ndryshe këto quhen sikurse dalail an-nubuwa, provat e vërtetësisë së pejgamberisë së profetit tonë. Pra prova, argumente, dëshmi, shenja, mrekulli që dëshmojnë që Rasulullahi, një pejgamber, ka qenë i dërguar dhe s'ka qenë me një fjalë, s'ka qenë trillues, s'ka qenë gënjeshtar, nuk ka qenë fallxhi që ka pretenduar diçka. E këto shenja janë të shumta, të cilat e vërtetojnë pejgamberinë e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. E disa prej tyre do t'i përmendim në vijim. E para që kena pas qef minda në një farë forme është forma e përkryer e moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është shaj e mrekullisë që e vërteton që ai ka qenë një pejgamber. Për këtyre rasteve kisha mi zgjedh rasti i vendosjes së gurit të zi në Qabe. Keni parasysh në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas konflikt fiset në atë kohë jo besimtar, kur e shitet dhe ato fiset tjera, që kush mi vendos gurin e zi tek Qabja, edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hyn në ato momente dhe Arabët në të asaj kohë janë të kënaqur dhe pranojnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikur gjykatës i tyre. Dhe çfarë i propozon? Që mi marrë një pëlhur, mi kap nga 4 qoshet, edhe gurin e zi mi pasin në mes. Këto 4 fiset e bartin deri tek Qabja, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendos gurin me durët e tij fesnike, e vendos në vendin ku e ka në Qabe. Dhe kjo është një farë lloj argumentimi, një farë lloj prove e besnikërisë, pozitës së lartë që e ka pasur në mesin e arabëve Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqë kanë qenë domethënë të kënaqur që ai të gjykojë për ta. Po ashtu tjetra është që kur ju ka zbrit shpallja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në kodrat e Safës dhe Marwës dhe ju ka thirrë njerëzve. Dhe ju ka thonë, a kishit më besu sikur t'ju thoja që pas kësaj kodre është një ushtri, është përgatitur një sulmu, të gjithë kanë thonë që po. Të gjithë kanë thonë, po, se nuk kemi njohur prej teje rrenën, nuk e kemi njohur prej teje gënjeshtrën. Por kanë ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të fol për 40 vite, kur nuk e kanë provuar në herë që ka rrajt.
Gjithë e ka thonë vërtetën. Dhe gjithë një vetëm se të vërtetën. Dhe ata kanë qenë jo musliman në atë kohë dhe e kanë pohu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a ka thënë vetëm se të vërtetën. Po ashtu e kemi rastin e Abu Sufjanit me Heraklion, cilin do ta lexojmë në fund, i thotë a mos e keni akuzuar për rën? I thotë Herakliu, thotë jo. Thotë në fund të përgjigjes Herakliu i thotë Abu Sufjanit se sikur të thëje po, ai që i rren njerëzit atëherë nuk ka mundësi mi thonë vërtetën për Zotin. Po përderisa keni njohur për të vërtetën, ai e thotë të vërtetën për Zotin e tij. Këtu janë disa prej moraleve të larta të përkryera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka thonë vërtetën, ka qenë i njohur për të vërtetën dhe shtoja kësaj ka qenë besnik. Njerëzit, edhe pse e kanë pas një farforme armik të tyre, janë shku, ja u kanë besuar gjërat e vlefshme. Nëse kthehemi në logjikën tonë, te armiku ai çon ti gjërat e vlefshme tuja, nuk i qënë se din që ai thënë besë. Ndërkohë që këta i kanë qu pasunitë të tyre tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi kuptu që aq gradë të lartë ka pas të amanetit, rujtjes amanetit, është që kur ka bo hijrat e kalon Aliun që mi dorëzu ato amanetet dhe mi u kthy pronarëve të tyre. Kur ka bo hijrat, kur i shitet në atë kohë, kanë vendosur çmim 100 deve kush e sjell të gjallë të vdekur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që pejgamberi ka pas mendën që m'ia kthy vlerat ato që kanë pas pasunitë të tyre të çmueshme, m'ia kthy njerëzve të tjerë. Pastaj për argumenteve të tjera është që Allahu i lartësuar i ka përmend disa çortime ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an. I ka përmend disa çortime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an. Nëse kthehet njëri kur çorton dikush, qoftë edhe privatisht, a ki qef që njerëzit ta marrë vesh që çortim që ta ka bua, ti ke bën një gabim. Nuk i qef me marrë sekret. Ka çortu, e mshef, e përmison. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çortimin e Allahut të lartësuar e ka lexuar, është pjesë e Kuranit, e lexojmë edhe ne sot, ja u ka lexuar sahabëve. Sikur kishte të meta në përcjelljen e shpalljes, se nuk kishim lexuar këto ajete ku çortohet ai. Se njëri natyrshmërinë e tij nuk ka qef me di që dikush ka çorton. Këto është edhe tek fëmia, natyrshmërinë e tij. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç ka qenë besnik në fjalë, në vepra, ka qenë besnik edhe në përcjelljen e shpalljes dhe thot Allah pe këtyre çortimeve thot Allah i lartësuar Abasa wa tawalla, në surën Abasa, Allah i lartësuar e ka çortu. Po ashtu afallahu an lima adhinta lahum. Ju ka thonë Allahu i thot Allahu të falt, pse ju dha leje, mos më marr pjesë në betejën e Tebukut. Pse ju dha leje? Edhe e ka çortu edhe në vende të tjera. Allahu i lartësuar në Kur'an. Të gjitha këto ne i lexojmë dhe muhemi pa. Për shembull një ajet tjetër është ma kana li nabiyyin yakuna lahu asra. Nuk i takon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pas robër të luftës, kjo në betejën e Bedrit. Dhe ajete vende të tjera për të cilat mbase do t'i shpjegojmë me një cikël ligjëratave të tjera, nuk është vendi të zgjerohemi shumë. E kemi një argument tjetër çfarë vërteton besnikrinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në përcjelljen e shpalljes, është ngjarja e shpifjes për bashortën e tij për Aisha radhiyallahu anha. E dini mirë ngjarja ka zgjatë në Medinë dhe ka zgjatë një muaj. Do të thonë një muaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në edhë, ka qenë në stres, në presion, se çka po ndodh. Sikur ta pretendonte, do të thonë diçka tjetër përveç shpalljes, vërtetësinë, kishte sikur ta trellonte diçka, kishte mundësi mi zbrit një ajet që gruaja vetë është e pastër, e lirë edhe me vazhdu. Një muaj ka prit në stres. Ka qenë prova më të mëdha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë çështjen e Medinës në atë kohë, derisa ka zbrit surja Nur. Që e ka pastru, fesnikru bashortën e pastër të ndeshme Aisha radhiyallahu anha prej shpifjes së hipokritëve, prej shpifjes së munafikave. Po ashtu prej argumenteve tjera çfarë Allahu i lartësuar i ka përmend është ngjarja kur është në zonë eklipsi. Siç ndodhi para një muaji, 2 muaje që falem namazin e kusufit apo namazin e eklipsit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me rastin e vdekjes së Ibrahimit alayhis salam, ka qellu që të ndodh eklipsi. Edhe njerëzit kanë thonë që ndodhi eklipsi për shkak të vdekjes së Ibrahimit, që është djali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është ngritur në minber edhe ka përmirësuar keq kuptim
ose këtë mendim bot kuptimi keq i njerëzve të cilët thanë që ka mujt me thonë po çashtu është. Ka mujt, po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë i mbrojtur dhe ka qenë me morale të larta dhe ka thonë vetëm të vërtetën dhe është ngrit në minber dhe ju ka thonë inna shamsa wal qamar ayatan min ayati Allah. Dielli dhe hëna janë dy shenja, dy mrekulli, dy krijesa të Allahut të lartësuar, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Nuk ndodh eklipsi i njëra prej tjetrës, do të thonë hona me diellin ose dielli me honën, për vdekjen e askujt dhe as për jetën e askujt. Dhe shembuj të tjerë të cilët e ka dëshmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përcjelljen me besnikëri, me vërtetësi të shpalljes prej Allahut të lartësuar. Kjo sa i përket, domethënë, moralive të larta dhe argumenteve në Kur'an. Pastaj kemi edhe disa mrekulli që sahabët i kanë pa me sy të tyre. Këto mrekulli të mëparshme, domethënë, na përcjellën dhe kena mundësi, domethënë, ne mi lexu hala. Disa mrekulli tjera, disa shenja tjera që nuk janë kohë zakonshme, që kanë ndodhur, kanë qenë si përforcim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për sahabët që mi u vërtetu vërtetësinë e profecisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai nuk është gënjeshtar, që ai nuk është magjistar, që ai nuk është trillues, nuk është falltor, të cilat jo besimtarët e asaj kohe ja kanë vesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për rasteve ka qenë ndarja e honës në dy pjesë. Dhe kur e kanë pa sahabët, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithi është në Buhari, Abdullah ibn Mas'udi thotë, në kohën e pejgamberit u nda hona në dy pjesë dhe pejgamberi tha jeni dëshmitar të kësaj ndodhije. Po ashtu ka ndodhur shërimi i aty për atyshëm i ndonjërit prej sahabëve me lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bereqetit e tij kur e ka lut Allahun e lartësuar në lidhje me në betejën e Hajberit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nesër do t'i japi ditën, do t'i japi flamurin një personit i cili Allah i lartësuar do ta sjell çlirimin dhe fitoren. Dhe nesërit e thirr Aliun radiallahu anhu dhe mirë po ka qenë i smut në sytë e tij, ka pas diçka në sytë e tij, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendos pak pështym në dorën e tij dhe ja fërkon sytë e tij dhe shërohet më një herë aty për aty, sikur mos me pas asgjë. Dhe raste të tjera të cilët i kanë përcjell sahabët dhe kanë qenë ata vetë dëshmitar të këtyre rasteve të cilët i kanë përcjell. Po ashtu ka qenë mrekulli tjetër shumimi i ushqimit. Kanë pas raste kur kanë qenë pak ushqim me një enë dhe kanë hyrë me dhjetra, madje deri në qindra persona kanë hongër për atij ushqimi dhe nuk është paku. Ka pas ushqim, kanë marrë për atij ushqimi, nuk e kanë marrë komplet ushqimin, po ka vazhdu me qenë një pjesë atij ushqimi dhe vazhdimisht është tuaj ushqim dhe kjo ka qenë mrekulli prej mrekullive që kanë ndodhur prej bereqetit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Abdurrahmani i biri i Abu Bekrit, djali i Abu Bekrit thotë nuk do të me marrë një kafshat për asaj ene, vete se shtohi ushqimi edhe më shumë. Edhe masi që unë ngopëm kretë, ata persona sa kanë qenë, thotë e këshyrëm ushqimin, ishte edhe më shumë se sa që kemë fillim. Dhe këto mrekulli të cilat i kanë pa sahabët, me sytë të tyre dhe kanë qenë dëshmitar të këtyre mrekullive, dhe vetëm se ja u ka shtu imanin edhe më shumë, merrin me mend kur i kanë pa ato mrekulli për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos flasim për mrekulli tjera të cilat kanë qenë vazhdimisht në shoqërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa prej këtyre na janë transmetuar. Tjetër është që ka bëru ujë prej gishtinjeve të tij. Ka bëru ujë prej gishtinjeve të tij. Dhe kjo ka qenë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku pak ujë, masi që ja kanë sjell pak ujë me një enë, atëherë pejgamberi e ka fut durët e tij në atë enë dhe kanë filluar me marr njerëzit ujë duke buru prej gishtave, kanë rrjedh ujë dhe nuk është ndal nga gishtat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu është një mrekulli tjetër që ka përmendet, është një prej si trup fizik, trupi i palmës së hurmës ka rënku kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka ndërtu minberi, pastaj hurma ka rënku sikur se devja, do thonë ka rrshu zona saqë e kanë dëgjuar edhe sahabët rënkimin asaj palme të hurmës. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zbrit ka minberi dhe ja ka vendos dorën dhe e ka qetësuar dhe e ka përkthel, pasi kur ishte një diçka e gjallë. Dhe madje e kanë dëgjuar sahabët edhe tesbihin e ushqimit kur kanë hongër
pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këto janë disa prej mrekullive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shenjave që kanë pas sahabët në sytë të tyre. Shenja të tjera të cilat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka njoftu ka qenë çështja që ka të bëjë me ghaibin. Ka njoftu në bazë të shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kështu ka më ndodhur dhe ka ndodhur. Për shembull, një prej rasteve është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kuptuar duke mos qenë prezant, normal që e ka njoftu Xhibrili alayhi salam, vdekjen e Nejashiut. Vdekjen e Nejashiut dhe ja ka falë namazin e gjenazës Nejashiut, ai duke qenë me qindra kilometra larg Medinës, në atë kohë që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ka transmetuar për Omerin dhe Uthmanin që janë dy shahida, dhe ashtu ka ndodhur. Në vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vërtetu kjo profeci e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e jep këtë lajm, duke thonë që këtu jemi, është një sinqert dhe dy shahida në kodrën e Uhudit, dhe ndodh që edhe Omeri edhe Uthmani bijnë si shahida. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka përshkruar sahabëve betejën e Mu'tas dhe vdekjen e Ja'far ibn Abi Talib dhe sahabëve të tjerë, ndërkohë që ka qenë në Medinë dhe nuk ka qenë prezant aty. Pastaj disa rrëfime tjera për tregimet disa prej pejgamberëve që pejgamberi në fakt s'ka ditë as shkrim as lexim, madje disa prej rrëfimeve nuk janë as në librat, as në Injil, as në Taurat, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo ka rrëfy muslimanëve, po edhe ehlu kitabit për ato ndodhi të kohës së kaluar. Këto janë disa prej rasteve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka rrëfy, disa prej tyre janë plotsu, sikurse pastaj çlirimi i Persisë, çlirimi i Shamit, çlirimi i Yemenit, për këto ka rrëfy dhe janë plotsu këto profeci, disa në kohën e jetës së tij dhe disa pas vdekjes së tij. Gjithashtu Allahu i lartësuar e përmend duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u lexon ajetin la tadkhulanna al-masjid al-haram insha Allahu aminin, keni me hy në xhamin e Shait në Mekë të sigurt. Të kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që pejgamberi kur zbrit ky ajet nuk ka qenë hala Mekka e çliruar. Hala ka qenë viti i Hudejbiyes, marrëveshja e Hudejbiyes, beslidhja ajo e Aqabes, kur ka zbrit ky ajet, apo aty pari, domethënë kjo është një realizim i profecisë pas pak viteve. Merrem me mend domethënë çuçi kanë përjetuar sahabët kur është realizuar një premtim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mrekulli të tjera për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka njoftu, po ashtu prej disa prej njoftimeve që ka qenë që do të dalin Khawarijët, një grup që ka dalë qysh në kohën e Uthmanit e Aliut radhiyallahu anhu saktësisht. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për disa prej shenjave të kiametit, disa prej atyre shenjave të kiametit, vetëm se i kemi pa, ato të voglat e të mëdhajat priten të ndodhin po ashtu. Mrekullia më e madhe që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç këtyre ndodhive, morali i tij përkryer, rrefimet që i ka bë, është Kurani. Kurani pa diskutim. Mrekullia më e madhe me të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndihmu është Kurani, ose më thonë pa aftësia e njerëzve me sjell një libër sikurse Kurani. Dhe kjo është mrekullia është përplot, domethënë mrekulli retorike, mrekulli të informacioneve, mrekulli të gjuhës, mrekulli të rrëfimeve, të ndodhive, të ardhmes e kështu me radhë. Të gjitha këto janë në Kur'an, për të cilën do të flasim në ligjëratën e radhës, kur do të flasim në besimin në librat e Allahut, e saktësisht do të ndalemi në mrekullitë e Kur'anit dhe sfidën të cilën Allahu i lartësuar ja ka bë njerëzimit. Po ashtu ato lajme të cilët Allah i lartësuar i ka treguar në Kur'an për popujt e kaluar, dhe gjitha kjo është pjesë e shpalljes ku Allah thotë: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nuk fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga hamendje, po për të gjitha çfarë flet janë nga shpallja prej Allahut të lartësuar që i shpallet. Këto janë disa prej, më thonë, mrekullive në mënyrë të përmbledhur. Ju thash edhe në ligjëratën e kaluar që ka libra të cilët janë shkruar në lidhje me provat vërtetuese që dëshmojnë profecinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ndër këta librat i vogël e kemi edhe një këtu në xhami, jo tregoj pas dersit, që preferohet ta lexoni dhe të zgjeroni më shumë informacionet në lidhje me ndodhit
apo mrekullitë që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si prova forcuese të profecisë. Dhe kjo jo që ne dëshojmë. Mirë, por kjo është që ta arrijmë atë gradën që Allah i lartësuar e ka zgjedhur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam si të dërguar. Dhe hadithet e tij, fjalët e tij, kur na i përcjell neve, ti marrim sikur se shpallje. Veç çështja jon duhet të jetë, i kanë thonë. Shoku jot tash është ka pretendon, le që ka i zbët shpallje, po ka pretendon se ka udhëtuar brenda natës në Kuds e u kthy në Mekë. Si kanë përmend Mirazhin, ja kanë përmend Isran. Ebu Bekri ka qenë në Mekë. Dhe ka thonë shoku jot, o ka pretendon që ka shku prej Mekës në Kuds dhe u kthy brenda natës. Qysh e përshkruhet kjo ndodhi? Ndodhia kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo tregon, i thojnë a mundesh mi përsërit edhe një herë? I thot po, jam ledhin turme në Qurayshitëve. Masi që jam ledhin, dhe i thot tregon edhe një herë, e tregon Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe Allah i lartësuar ja shfaq Kudsin, ja shfaq xhamin e Aksas edhe jo përshkruan, sikur se mi pa në atë kohë. Do të thonë mrekulli në asaj kohe që më thu deri në Sham u dash me javë me deve, në shtatë edhe me muaj, e ledh më kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për brenda natës, brenda pak orëve e ka bërë këtë udhtim. Thojnë disa i rrejnë shuplakat, disa i kapin kokat, e tyre kishe ky person ka marrë tash. Ky tash pas ka lujt një farforme, është çmend. Besimi e Abu Bekrit, shkojnë këta persona, shkojnë te Abu Bekri. Dhe i thonë shoku jot kështu ka pretendon. Çfarë ka thonë? Ka dëshu? Thonë, mu po më duhet vetë ky transmetimi, është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë. A ka thonë pejgamberi, o kry, ai nuk fol pi hamendë, shpallje është. Unë jam ka besoj ka thonë diçka më të madhe, që ka zbret shpallja për qiellit. E lëmo këta, jo është çështje e vogël. Kjo është bindja e madhe e Abu Bekrit. Dhe për ata është as-Siddiq, i vërtetuesi, i sinqerti, e ka besuar në çdo ndodhi. Ndërkohë neve kur na thuhet ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e marrim sikur se ka thonë dikush i kushive, apo një arsimtar i shkollës fillore. Jo, kjo është shpallje, prej Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qysh Allahu i lartësuar, qysh ja ka shpall Kur'anin, edhe hadithet të cilat janë transmetuar tek ne, janë shpallje, duhet mirën me seriozitetin më të madh. Dëgjojeni, nëse kjo ka qenë përgjigja e Abu Bekrit, dëgjojeni se çysh është përgjigj Herakliu. Në hadithin e gjatë të cilin e shënon Buhariu në sahihin e tij, transmetoni Ibn Abbas i thotë në kohën kur e kanë pas një farë lloj besatimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me në atë kohë Abu Sufjanin, Qurayshitët që kanë qenë jo musliman në atë kohë, e kanë pas një farë pakti të paqes. Dhe Abu Sufjani u shku për karavane tregtisë, ka qenë tregtar në Sham. Dhe kur u shku në Sham, Herakliu që ka qenë prirësi i bizantinëve, romakëve në atë kohë, ka qenë në Beitul Maqdis, pra në Kudsin e Sodit. Dhe Abu Sufjani e thirrë Herakliu dhe i përgjigjet ftesës. Hadithi është i gjatë, do të mundona që ta dalë çaja pjesa çka po më duhet të argumentoj me ta. E thirrë Abu Sufjani dhe e thirrë përkthyst. Dhe thotë, a është dikush nga arabët paraqitet edhe Abu Sufjani le çet përpara, disa prej shoqëruesve që i ka pasur Abu Sufjani ja qesin për mrapa. Dhe i thot Abu Sufjanit, i thot përkthysit, thuaj këto në për mrapa, që nëse kur ta pyes unë diçka Abu Sufjani, nuk e thot vërtetën, ju përgënjeshtroni. Abu Sufjani thot sikur mos ishte marra se po përgënjeshtrona, në formë që po dalë si rranc, kisha gënjyse, ka pas armik në atë kohë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hala ka qenë jo besimtar. Edhe fillon Abu Sufjani do të mos ishte marrë, kisha më gënjy, po nuk rën dhe të gjitha i thot vërteta. Edhe fillon Abu Sufjani Herakliu mi bë pyetje. Edhe Abu Sufjani përgjigjet. Edhe i thot. Pyetja parë. A ka pretenduar dikush para ti pejgamberin? Abu Sufjani thot jo. A ka qenë ndokush mbret para arsit të tij? Thot jo. A pasojnë fisnikët shtresa e lartë borgjeze apo të doptit? I thot të doptit. Pasues të tij, thot a vin duke u shtu apo duke u paksu? Thot përkundrazi ka shkojnë të shtu. Thot a kalon dikush fejen që është gënjur prej fejes? Masi qohi, thot asnjëherë. Thot a keni akuzuar për gënjeshtër më herët? A keni njohur për rranc më herët? Thot jo. A thraton? Thot jo. Këtu thot Abu Sufjani thot e kum pas shansen me shtu diçka. Vetëm mundsi kur më ka thonë a thraton?
Thotë jo, mirë po ka thonë Abu Sufjani, jemi në përshim, nuk e di çka ka më ndodhur në të ardhmen. Thotë Abu Sufjani këtu e kumshtu, veç aludimin, nuk e di çka do të ndodhë në të ardhmen, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kthyr marrëveshjen, e kanë kthyr të parët kur i shitet, pastaj e ka çliru edhe Mekën. Thotë pejgamberi, thotë Herakliu, thotë a keni luftu, thotë po. Çush ka qenë betejat? Një herë kena fitu na, një herë kanë fitu ata. Pra Bedr kanë fitu muslimanët, në Uhud kanë hup muslimanët në parim, në shikim të parë. Pastaj, çka ju urdhëron? I përgjigjet saktë, thotë na urdhëron mi adhuru Allahun, mos i bëjmë ortak asgjë, mos i bëjmë shirk. Mi braktis gjërat në të cilët kanë qenë para arsit tonë për besimeve të kota. Na urdhëron mi fal namazin, të jemi të sinqert, të ndershëm, të rrymë lidhjet farafisnore. Dhe Herakliu tash përgjigjet e Abu Sufjanit i komenton. Dhe i thot, pak më parë, thot pyeta për statusin e familjes së tij, edhe më tha që ka qenë familje fisnike, thot gjithë pejgamberët dërgohen, se ky ka pas dije nga Bibla, nga Injili, nga Torati, ka pas dije të pejgamberëve më hershëm. Thot, kështu janë dërguar edhe gjithë njerëzit nga familjet më fisnike, më të njohura. Thot, pyeta a ka pretenduar pejgamberin ndaj kush më herët? Thot, më tha jo. Sikur thjesht më thon po, do të thonë që edhe ky ku ka sikur se ata o ka pretendon pejgamberin. Thot pyeta a ka qenë në kush për pararzëve të tij baballar gjysh mret? Më tha jo, sikur të ishte mret, dikush pararzëve kisha thonë që edhe ky tash o ka lakmon pushtetin, o ka lyp, më konë edhe ky mret që mi kthy pushtetin. Edhe ja komenton deri në fund. Të gjitha këto përgjigje i thot, a keni akuzuar për gënjeshtër? Thot jo, edhe i thot përgjigjen që e tham në fillim të ligjëratës, thash, thot ai që nuk gënjen për njerëzit, nuk gënjen as për Allahun e lartësuar. Edhe i thot apo e pasojnë fisniket shtresa e lartë apo të dobtit, thot të dobtit. Edhe thot kështu kanë qenë edhe pejgamberët e mëparshëm. Të dobtit janë ata që i pasojnë. Pra njeri, zakonisht pozita e lartë, pasunia, shtresa borgjeze, është shumë pengesë e madhe në pranimin e udhëzimit. Ndërsa njerëzit e dopt në farforme nuk janë mendim dhaj. Janë modest, janë të përulur, e shohin vërtetën, e pasojnë vërtetën. Ndërsa në përgjithësi, shtresat e larta, që janë borgjeze, që ja majnë vetit borgjez, janë mendim dhaj dhe mendimallësia i pengon nga pranimi i të vërtetës. Pastaj thot apo shtohen pasues apo jo, thot po, thot kështu është edhe me çështjen e pejgamberëve, kanë filluar pasues të tyre të shtohen, apo e lën dikush fejen, ja jep atë përgjigjen që është mësim për neve. I thot Abu Sufjani thot jo, nuk e lën kërkush fejen pasi që hin në to. Thot kështu është natyra e imanit, kur drita e atij imanit e mbërthen zemrën, futet në zemër. Po dikush që e ka shiu imanin dhe e ndjen kënaqësinë e imanit, të adhurimit, të njohjes së Allahut, të dërguarit të tij të Kuranit, ai nuk e lën fejen. Ai s'ka mundësi me lën fejen. Ose veç është pretendues i njohjes e që e ka shiu, përndryshe s'ka mundësi. Dhe kjo argument që e ka përmend edhe Herakliu në komentin e përgjigjeve të tij. Dhe në fund, që të bijim shkurt, i thot dhe ja lexon atë mesazhin që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, por çfarë është ajo më e rëndësishme që i thot? Është gjitha këto thot që më thajën vërteta, dije i thot se ky ka më sundu botën. Ka më sundu që tokë ku jam unë i ulur. Edhe i thot sikur e dija që kam u paraqit, por nuk më merr këtë mendje që kam u paraqit për mesit juve. E kanë pas në librat e tyre që do të vjen një pejgamber. Herakliu thot, e dija që kam u paraqit, po nuk s'ma ka marrë mendje që do të vjen, do të del ky pejgamber nga mesi juaj. Edhe i thot, sikur ta dija me siguri se mund të arrija tek ai, i thot kisha munis me taku, e sikur të isha pranë ti, kisha më ala dhe komt. Kisha më ala dhe komt. Si fjalë, kisha më shërby, kisha më konë në shërbim të tij. Domethënë Herakliu që ka qenë udhëheci i një shteti më të fuqishëm të asaj kohe, një pushtetar i madh me sundim jashtëzakonshëm pasunie territore njerëz, e thot këtë deklaratë. Edhe ja lexon letrën se cilën ja ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, prej Muhamedit, robit të dërguarit të Allahut, drejtuar të Herakliut, të parit ose të meritorit të Bizantit e kështu me radhë, thot se paqja qoftë për pasuesit e udhëzimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thirrri me pranuar fenë islame. Në këtë letër që ja ka dërguar. Në shtrohu pranoje, edhe kime pështu tek Allahu dhe kime pas shpërblimin e dy fisht. Qysh shpërblimin e dy fisht? Vetin edhe të popullit vet.
E nëse kundërshton, atëherë mëkatet edhe tujat edhe të popullit kemi pas do të jenë mbarë jotja, dhe ja ka lexu ajetin në surën Al-Imran, kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. O ju i thartë të librit, jeni të një fjalë e përbashkët që ta besojmë Allahun, ta adhurojmë vetëm Allahun dhe të mos i bëjmë shirk atij, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dhe mos marrim diçka tjetër në vend të Allahut për adhurim. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, anasa ata nuk e pranojnë, atëherë dëshmoni se ne jemi musliman. Dhe Abu Sufjani, e bukra në fund të këtij hadithi të gjatë, thotë masi që fillojnë më ngrit zonat, masi që lexon që të letër, fillojnë më ngrit në oborrin e Herakliut, i përzan Ebu Sufjanin dhe ato shoqëruesit e tij, dhe Ebu Sufjani i thot shokëve të vet, thot nuk e pasna ditë që çështja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pas ka mri kaq e madhe sa që mu friksu edhe Bizanti. Domthon Herakliu, i pari i madh i bizantinëve. Thot atëherë thot u binda se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm se do të fitoj derisa Allahu i lartësuar ja hapi zemrën dhe e pranon islamin e Abu Sufjanit dhe e shfaq me bindje. Lutim Allahun i lartësuar të na mundsoj që të na shtohet bindja në pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, ta pasojmë ato në fjalën e vepra dhe në qëndrimin e tij, dhe ta mësojmë sunetin e tij dhe t'ia mësojmë të tjerëve, dhe të jemi të parët zbatues të atij suneti, qofshim në veten tonë, në familjen tonë apo në rrethin tonë, dhe të studisim moralet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se ai ka qenë mëshirë për mbar botët dhe ka qenë në gradat më të larta të moralit. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam.